Vitet 80 dhe fillimi I viteve 90 do të shënojnë përballjen legale të Kosovës me kryqëzatën gjithë jugoslave. Lëvizja e një 2 milionësh 7 milionësh paralajmëronte kontinentin evropian për ndërrim sistemesh kolonizuese dhe lëkundje kufish. Përjashto Solidarnosin polak, shqiptarët e Kosovës do të bëhen iniciator të ndryshimeve të pabesueshme të hartave gjeopolitike në Ballkan e më gjerë. E së këndejmi edhe të shemjes përdhe të fantazmës Jugoslavi. Përballja frontale e shqiptarëve e manifestuar me padëgjueshmëri qytetare, e më vonë edhe me luftë, do të çojë në zhbërjen e çdo institucioni të Kosovës për e organeve më të larta të sistemit autonom në kuadër të Federatës Jugoslave. Kosova kështu u kthye në një poligon ku kriminalet monstruoz serb donin të zhbënin një popull. Janë këto vitet 1989, 1999, që përfekojnë kthesën vendimtare shqiptare. Pikrisht në marsin e 1989-s, kur dhunshëm studentët shqiptarë largohen nga konviktet e tyre, do t'jetë medreseja Alaudin në Prishtinë që do t'i strehoj për vite me radhë. Po në këtë vit, medreseja dha 2 dëshmorë të lirisë, Mustaf Veselin dhe Muhamet Diçkun. Kështu ky institucion fetar me ndjenjën e thellë islame dhe advetare, po hynte guximshëm në historinë e re kombëtare si tempull I besimit në Zotin dhe në lirinë e kombit shqiptar. Që këtu e tutje, medreseja e Prishtinës do të bëhet alfa dhe omega të gjithë aktiviteteve politike, shkëndcore, sindikaliste e artistike në nivel të Republikës së Kosovës. Por me që jemi në vitin 1989, t'i kthehemi dëshmorit të kësaj medreseje, Mustaf Veseli. Ky është fshati Reçan I Ferrandës, dikur Suharek, vendlinja e Mustafas. Dhe përballë tij përmenorja e dëshmorëve të komit, në mesin e tyre I gurzuar edhe Mustafa Veseli. Për krah ti, pedagogu I tij përkujton qastet pak para rënjës së Mustafas. Vërtet Mustafa ka qenë nxënës I medresës së mesme Alaudin e Prishtinë, dhe unë kam pas fatin që të jem edukator I tina, dhe ashtu ka dashur Zoti që edhe në momentet e fundit, atë ditë tragjike që ishte, I fundit jam da me të ndjerin me Rahmetli Mustafën. Atë ditë në Prishtinë zhvilloheshin demonstratat të rrepta dhe ne u bëshëm gati që në një farë forme të organizohemi me nxënësa edhe të dalim e të demonstrojmë ta, mirë po për të këshyrë gjendje se si është në qytet, ne kemi dalë me Mustafën. Kur I kemi pa përleshjet në qytet, se veç bëheshin përleshjet e ashpra me policinë serbe, Mustafa atëherë më është drejtu, Hoxhe Feni, ju kthehuni, rujuni, se une do të shkoj. Kam bo përpjekje që të ndalë Mustafën edhe të dalim së bashku ma vonë me të gjithë nxënësat,
por ka qenë e kot, edhe në atë moment Mustafa është bashkangjit me turmen e demonstruesve, kurse më vonë, dikun ka hora 5 masditje, Mustafa në përleshje me policinë sërbe ka marrë plagë vdekjepruse nga policia. Dikun lajmërimi në medrese është ba rreth orës 11 të mbrëmjes, një person na është lajmërue me telefon se Mustafa gjendet i smuar në atë kohë, na ka thonë, gjendet në filan vend, ka qenë një mishtore e quajtur Baca. Në atë kohë kemi shkue me disa punëtorë të medreses dhe kemi pasë se Mustafa veç kishte ndruje. Ku saktësisht vritet Mustafa? Mustafa vritet me 27 mars të vitit 1989. Edhe pse kanë kaluar 11 vite nga rënja Mustafas, për nën Zylfien ky mort sikur ka ndodhur dje. Sot, tani në këtë çast. Edhe pse Mustafaja la tarshikimtar të birin, i cili u lind 2 muaj pas rënjes së tij dhe familja e pagzoi me emrin Mustafa. A ishte vullneti ti me shku në shkollën e medreses, apo i tha dikush nga shtëpia me pëlqimin e dikujt tjetër? Biz bili pa qef, edhe babaj vetë e qej. Pa qef me shku e qej babaj vetë. A i tani qej. Në fakatine e jemja djallit e u ba qështu. Dhe ju të reguat pak më herët se kur nisej me shku në shkollë shifnit prej këtu dikun. Allah, ku shkoj ke, thirë ke babaj vetë, hajde këqyrëm djallin ka pa shkan me drejse. O do ke pik të ujtë e tek të i që atje, da të këqyrë, që kanë dalë shumë të ara të këqyrë djallin. Në o do ke jeshëm a bërë e udha, qa që i knasë që a konaj edhe na që i qumë me drejse. Afrohej marsi i vitit 89, kur atëhere shpërthyen demonstratat edhe protestat e ndryshme, Mustafa në të gjitha demonstratat dhe protestat ka marrë pjesë. Mua më kujtohet kur atë kohë vihej nga qendrat e ndryshme të Kosovës kam për të protestuar në Prishtinë. Mua më kujtohet e kam taku vetë në qytet kur a ishte në balë të demonstruesve që vinin nga Suareka. Atë ditë kishte vendu një plis të barë në kokë, edhe ashtu ishte i gjatë, edhe gjithherë bante një palto të zezë dhe një gjemfer të kuq, kështu që më të vërtet rake në sy në krejta turm të asaj ditë. Gjithashtu, kur minatorët tonë hynë në grevë, atë ditë protestohej edhe në Prishtinë, kur në salën 25 maj, sa di unë ashtu quaj atë kohë, studentët tanë protestonin. Në mesin e tyne ishte edhe Mustafa. Bile me kujtohet atë natë kur televizionin në ditarin qendror ofron fotografinë e Mustafës se ishte i veshun kuqe dhe zi, ofronte për të shpresë ja se kush është ky dhe në çfarë mënyre proteston. Ka qenë një nxënës, po them kështu, i afërt me shokët, me personelin, por fatje deshti që aja përgatitje tina shpirtnore deshti që Mustafaja të niset për në rrugën të cilën u pa dhe më vonë, që për atë rrugë nuk kursej kurgjo edhe as jetën e vetë. Ku ishit ju kur e mërët vesh rasjen e djallit? Në shpimi kanë. Qyshe përjetove? Qaj nuk hacion Prishtina i kish pas lemru të qika jeme. A i tani dhonë reja në ka dzoj që e kanë mytë me shku me marë. Ky ishte lajme, po ty si tu duk kjo, si e ndjive vetën? Si një, se dita veti se ko jam heqë. Mustafa shkon shkolti?
Cilën klasë? Pesë. Çfarë nxënësi? Shqysh. Qa ke marrë vesh për babën tënë dhe qysh e njeh babën tënë ti në fakt? Se kemi ka zogati kërkosh kur se kemi marrë më habet me ta. Se në ka dhënë të të në shku në mërzi. Kjo nën, rënjën e Mustafas, nuk e kishte të vetëm në thik në zemër. Ja se çfarë rrëfeni biri i saj Muhameti. Me të vërtetë unë isha shumë i ngarkuar duke llogaritur në atë se si do të kem kontaktin e parë me nonën dhe me familjen tjetër. Edhe në atë moment kur ju ofrova nonës si shprehje ngushëllime, e përqafova dhe i dhash gajret, ajo disi ishte shumë ma përmbajtur, ishte shumë ma fort dhe mu përgjegj, o birë. Po mëllimi ju se nona është mësu kur njëherë s'ka prit mira për këtyre, pos vrasje, maltretime, mundime. Kështu që në vitin 18 ja vran gjyshin e saj, Recep Recepin, a i la shoqen e vetë 7 zone dhe përtriu emrin e vetë Recepin. Në 47-ën ja vran baban, Abaz e Lezin nga Kleçka, edhe a i la shoqen e vetë 7 zone e përtriu emrin e vetë Abazin. Edhe djali i nanës Mustafaja la të shoqen 7 zonë, edhe e lindi Mustafën. Kështu që u përtrin ata emra dhe ata vene, edhe nana ishte shumë ma fort se na, me qenë se na me galet sajnë, por ajo ne në ngushtojke dhe në dhoke fort se gajret për të momente të rona. Në vitet 1990, 1991, në medresen Alaudin do të gjejmë Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Institutin Albanologjik, Institutin e Historisë, Ministrinë e Arsimit, Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, të gjithë partitë politike pavarësisht nga programet e tyre dhe shumë shoqëri të tjera kombëtare. Gjatë viteve 90, ma konkretisht nga viti 91 kur ishin mbyllur gjitha institucionet shkollore dhe shkencore, ishë mbyllur fakulteti këtu, universitetin përgjithësi, më nej Akademia e Arteve, gjithashtu edhe shkencave të Kosovës. Për një kohë ishin vetëm 2 institucione që mund t'ju dilnin ndihmë institucioneve tjera. Ishte Instituti Albanologjik që kishte pak a shumë një 2 salla të veta, pak më të vogla, dhe ishte medreseja Alaudin e Prishtinës që kishte një sallë të madhe dhe të përshtatshme për aktivitete ndryshme, qoftë kulturore, qoftë edhe shkencore. Gjatë kësaj periode kemi bashkëpunuar ngushtë me medresen, më konkretisht me drejtorin e saj, mikun tim, zotin Ternava. I kemi koordinuar disa punë kur kishim nevojë, qoftë në punë të mbahajt e ne, qoftë të mbahajt ata. Nga viti 94, kur neve në nëzorën nga ndërtesa, atëherë meti vetëm institucion, vetëm mundësi meti medreseja. Medreseja i kishte edhe kushtet përveç lokale që kishte një sallë të madhe, kishte edhe kushtet materiale të ndihmonte institucioneve tjera, sepse kishte të organizuar pak a shumë ato financimin, ndihmat financiare, kishte potencialin e internatit që mund të shfrytëzonim edhe për vendosjen e mysafirëve të ndryshëm. Unë, po thëmi, jam mirë njohës në mënyrë të veçantë me udhëheqjes këtij institucioni shkollor që na ka ndihmuar mjaft, sidomos në manifestimin ton me rastin e 30 vjetorit të themelimit të institutit. Ne aty kemi mbajt për 3 ditë simpoziumin shkencor shqiptarët në fund të shekullit 20. Na i ka siguruar dhe mundësit që me mjetet veta na i maj edhe mysafirët që kemi ftuar nga Kosova
Nuk na erdhen ta mysafirët e Shqipërisë sepse ishin rrethanat edhe tjerë nuk na erdhen, po megjithatë një numër njerëzish u vendosën aty, patën trajtimin e mirë edhe me fjetje me ushqim dhe në sajet ndihmes të pakursyeshme të kësaj ne e shënuam ashtu siç mendojshim në ato kushte, në kushte punës, simpoziumin shkencor, pra se shqiptarët në fund të shekullit 20, fatkeqësisht materialet e këtij simpoziumi nuk janë votuar në tërësi, ende disa pjesërisht kanë dalë në përshtyp, por ishte një manifestim shkencor i rëndësishëm. Më kujtohet medreseja ka ndihmuar gjithashtu në organizimin e një simpoziumi për kulturën e gjuhës, cilin e ka organizuar Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, edhe aty rreth problemeve të gjuhës, një lloj kongresi ta quajmë kështu të gjuhës me rastin e 20 vjetorit të kongresit të parë kur është mbajtur në Tiranë, Akademia e Shkencave pati mundësi ta organizoj në sajet ndihmes të pakursyeshme të medreses. Në sallën e medreses janë mbajtur edhe manifestime tjera, janë shënuar për vjetor të rëndësishëm siç janë rasti për vjetori i vrasjes vëllezërve Kërvalla, mandej është mbajt nështë simpoziumi i Institutit Historisë, mësej një simpozium kushtu Isa Boletini dhe koha ti, në çka mund të them tjetër, në atë salë edhe në atë ambient janë mbajtur edhe manifestime tjera, edhe pjesë teatrale janë shfaqur, edhe programe kulturore, muzikore thjesht. Kështu që në ato vite medreseja ishte qendër e kulturës për Prishtinën. Konform rrjedhave të kohës, medreseja e Prishtinës, si resor i Bashkësisë Islame të Kosovës, do të ndihmoj pa kursyer organizimin dhe do të ofroj mikpritjen për shumë seminare dhe simpoziume shkencore. Ndërsa në planin e jashtëm, aktivisht do të ndërkombëtarizoj çështjen e Kosovës, duke marrë pjesë në kongrese dhe në konferenca ndërkombëtare. Këtu, në këtë medrese, u bën edhe përgatitjet për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ndërsa Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, për vite me radhë do të zhvillojë aktivitetin e tij në lokalet e Bashkësisë Islame të Kosovës. Në atë moment kur qarqet tona fetare arritën ta krijojnë një masë kritike nga kleri ynë musliman, i cili e kuptoi se pa dhe e pa liri nuk ka sfe, edhe filluan të çështja e lirisë së shqiptarëve të jetë edhe çështje e gjithë popullatës së Kosovës. Në atë moment edhe kuadri që ishte i inkuadruar edhe në medrese, edhe në atë Alladin e vogël, edhe në atë madhen, edhe në çarqet e përgjithshme në Kosovë, filluan me të madhe që t'japnin kontributin e tyre për lirinë e Kosovës. Nga kjo kohë daton bashkëpunimi intenziv, edhe pse po them ka pas gjithmonë personalitetet të shuara të klerit musliman, të cilët kanë qenë të inkuadruar në lëvizjen e madhe popullore, qëllimtare të shqiptarëve, edhe para lufte tjera. Po pas 90-shit e këndej, më duket se ka filluar një lëvizje dhe një qasje dhe një përpjekje, një ndihmë më aktive e gjithë atyre të cilët kanë qenë të involuar në shkollën e Alladinit, e cila edhe pse shkolla quajtur fetare dhe në këtë bazë ajo edhe pat mundësi që të shpëtonte nga sankcionet e ndryshme, nga shkatrimet e ndryshme, nga dalesat e ndryshme në për cilat kaluan shkollat tona, ajo ka luajtur rol shumë të rëndësishëm edhe në shkollimin edhe të atyre kuadrave të cilat krahas lëndëve fetare kanë mësuar edhe gjëra të tjera të cilat kanë shkuar në favor të vendimit të masës shqiptare, të popullit shqiptar, në mënyrë që të japë kontributin e vet për përpjekjet drejt lirisë së Kosovës. Nga kjo kohë, ne kemi pas një bashkëpunim shumë intensiv me zotin Regjit Poja, me zotin Tërnava, me të tjerë. Madje Këshilli për një kohë shumë të gjatë dhe ka qenë në një nga lokalet të cilat kanë qenë në drejtim të Alladinit të vogël,
edhe aty kem qenë një kohë shumë të gjatë, në atë kohë ne e kem pas një marrëveshje, sikur gjoja paguim diçka, por s'kem paguar asgjë, vetëm kem pas një pagesë fiktive, të cilën ne nuk e kemi paguar kur. Dhe kjo përkraje ka qenë krejtësisht e hapur dhe bashkëpunimi ka qenë shumë i madh. Po nuk unë dalëm vetëm në këtë bashkëpunim, po edhe medresja e madhe, edhe aty ku ishte fakulteti teologjik edhe shkolla tjetër, u angazhua çdo herë që nuk kemi pas mundësi të sigurojmë salla, lokale, mundësi të tjera për manifestime të ndryshme me karakter patriotik e shtjerimtar, ata sa herë kanë pas mundësi, na kanë dhënë në dispozicion lokalet e tyre, na kanë dhënë. Madje di se disa herë zoti Tërnava për këto punë, për këto përkraje që ju ka bërë popullit të Kosovës pa dallim, ka qenë edhe i ftuar disa herë në biseda të shkëlqytura informative, besa kanë mbetë edhe në Burg një herë, disa ditë tjera, me fjalë tjera, edhe kleri ynë arriti që të vendisohet dhe në shkallë sa që të inkuadrohet plotësisht me ato mundësitë e veta që kishte dhe që i lejonte karakteri i vet, kanë dhënë kontribut të madh dhe kjo duhet të dihet edhe për gjithë popullatës tonë në përgjithësi dhe prandaj është mirë të shënohet këto sene edhe ky do të jetë edhe një falënderim i yni i hapur nga gjithë këtyre njerëzve dhe si një çytje që këta edhe matutje të vazhdojnë punën e tyre sepse ende punët tona nuk janë kryer, nuk kanë përfunduar, ende kemi nevojë që ta kuptojmë se jemi një tërësi dhe se duhet të largohemi darsive të ndryshme, qofshin ato fetare etj. Ne për shembull na ka interesuar shumë dhe kem pas sukses shumë të madh dhe kem dirë veten shumë të gëzuar kur kem pa bashkë aty Xhebojën, Mark Sopin, Nik Prelin në kohën e vet. Me fjalë tjera, kleri ynë ka dhënë një shembull për gjithë të tjerët se si jemi në gjendje të bashkëpunojmë kurdo herë që është interesi i shpëtimit kombëtar, i lirisë kombëtare etj. Dhe kjo ka qenë një frymëzim edhe për ata të cilët nuk kanë qenë ose s'kanë qenë religios, po kjo ka qenë një frymëzim shumë i madh. Në vazhden e aktiviteteve të personaliteteve publike të kohës, Bajram Kosumi kujton. Herën e parë në medresen, kam qenë në vitin 91 në kuvendin themelus të Partisë Parlamentare të Kosovës. Këtu është bën amfiteatrin e medresesë, është bërë kuvendi themelus dhe mund të them se prej atëherë deri në vitin 98 kam qenë 10 herë, nuk di saktësisht sa herë, po kemi mbajtur shumë tubime edhe të Partisë Parlamentare, shumë deke kanë mbajtur kuvendet e tyre këtu, po janë mbajtur edhe tubime tjera, qoftë kulturore, qoftë politike, qoftë përkujtime dhe manifestime të tilla të ndryshme. Herën e fundit kam qenë në mars të vitit 98, kemi pas të organizuar një tribun politike, 5 dek të Partisë Parlamentare të Kosovës të udhëhequra nga zoti Zaim Kurti në Shtet Pllana, si dhe dega e LDK-s udhëhequr nga zoti Isa Kastrati, tash dëshmori i kombit, e kanë përgatitur atë tribun dhe ajo koincidoi një ditë mbas luftimeve që ishin bërë në Likoshan dhe në Prekaz. A ditë kemi ardhur janë këtë zyre ku jemi këtu, qytetarët ishin tubuar në amfiteatër dhe prisnin të fillonte tribuna. Organizatorët bashkë me disa udhëheqës tjerë politik, isha unë aty, ishte zoti Recep Qosja, zonja Gjulita Pulja e tjerë, biseduam për të gjetë një përgjigje ndaj asaj që ishte bërë dhe që kishte filluar të bëhej në Drenicë. Dhe në vend se të mbanim tribun, qytetarëve të tubuar, u thamë se do të duhet dilnim të protestonim dhe të shkonim para zyres amerikane dhe të kërkonim përgjigje se çka po ndodhte në Drenicë. Kjo ka qenë, besoj, protesta e parë publike në Prishtinë që është bërë kundër dhunës që ushtronte policia dhe ushtria sërbe mbi popullatën e pafajshme, po edhe kundër agresionit dhe kundër luftimeve që bënte kundër UÇK-s. Kam qenë, them, 10 herë më lidhen shumë takime dhe shumë mënyre të aktivitetit tim politik lidhen pikërisht me medresen dhe dëshoj të them se kjo medrese nuk ka qenë vetëm institucion i fetar,
por ka qenë në këto 10 vjet ndoshta parësisht institucion kombëtar. Dhe dëshiroj të mbas tëra asaj të falenderoj medresen dhe sidomos zotin Naim Tërnava, po në përgjithësi Bashkinë Islame të Kosovës, e cila vërtet ka treguar një ndjenjë të lartë patriotizmi, ka qenë bashkë me popullin e Kosovës në gjitha rreziqet në cilat ka kaluar ai dhe ka ofruar shumë më tepër sa që kanë bërë disa institucione tjera. Dhe tash mbas tëra asaj 4 ure të kaluar, mbas tëra asaj golgote, mbas asaj lufte të lavdishme që ka bërë popullin, është një ndjenje e veçantë krenarisë dhe kënaqësisë. Ta falenderoj, është një ndjenje krenarisë vetë që kjo bisedë bëhet përsëri në këto lokale të medresesë. Personalisht mendoj se në të ardhmen bashkëpunimi do të jetë përsëri në atë nivel që ka qenë përpara. Natyrisht tash jo dhe ndihmesa teknike, tash shoqër kemi vendit institucionet ku do ta bëjmë në politikën dhe medresia do të jetë vend ku mësohet feja, por do të ruajmë bashkëpunimin edhe institucional, po edhe njerëzor, thjesht miqësor që kemi me udhëheqësit e medresesë dhe të Bashkisë Islame. Kurse historiografia jonë kombëtare, për masat e vlerave fetare, kombëtare dhe të tolerancës ndërfetare të medresesë Alaudin arkivon. Në mbylljen e institucioneve kombëtare në anën tjetër në Kosovë, medreseja e Prishtinës i hapi dyert. I hapi dyert për tribuna shkencore, i hapi dyert për tribuna të aspektit kulturor, i hapi dyert për tribuna të aspektit shkencor. Aty filluan të mbahen debate, të mbahen tribuna, të mbahen ligjërata të ndryshme. Aty filluan të mbrohen diplomat, filluan të mbrohen magistraturat, filluan të mbrohen doktoranturat. Në një mënyrë, medreseja ishte një mësojtore e madhe e Universitetit Prishtinës. Aty, drejtori i medresesë, personeli arsimor, personeli teknik, të gjithë ishin ballhapët, të gjithë ishin të qiltër, të gjithë ishin bujar dhe gjithmonë na pritën ashtu si duhet të ndihmoj vllai vllaut, profesioni profesionit në vështirësitë që na imponuan. Të them këtu vetëm një element. Më kujtohet se kur ishte çështja që të luftojmë të gjithë intelektualët me pend dhe si e kërkon nevoja që të ndalet shpërngulja e shqiptarëve nga trojet e veta, të ndalet ai hovi që ishte në vitet 90-ta, betimin ne e bëm ku tjetër përpos në xhamin e Pallacit në Drenicën heroike. Aty në xhami u betuam në buk, në kryp, në ujë, në flamur se nuk do të lëshojmë trojet tona. Shqiptarët këtë drejtim për kundër dhunës, për kundër terrorit, për kundër gjenocidit, për kundër shemjes së xhamijave, shemjes së medreseve, vrasjes së ulemave, likvidimit të librave e bibliotekave, e dhanë provimin dhe janë pjesë e kombit i cili gjallënon dhe do të triumfojë në rrugën e tij për liri dhe progres në Evropë dhe në botë. Me boll hap të them se unë kum qenë gjatë këtyre viteve edhe në për kisha, edhe në për xhamia. Por i ndjeri Nik Prela, që ishte i peshkvis, e ka dhënë provimin e vet, kombëtar dhe fetar, në tolerancë që pyetni ju. Por edhe Recep Boja e ka dhënë provimin e madh me një tolerancë sepse të dytë kanë qenë bashkë. Edhe në të bijën e fundit, edhe Recep Boja edhe Mark Sopi, të dytë të nderuar në shkencën, kulturën, arsimin shqiptar ishin bashkë. Dhe me këte ne po japim një shembull se si duhet këto dy religione të bashkëjetojnë, bashkëveprojnë, se ne jemi një këmbë, jemi një gjak, kemi një ardhmëri, kemi një nom e kemi Shqipëri. Shpërthimi i luftës frontale në Kosovë, medresen do ta gjejë me shumë aktivistë të saj të rrahur, të burgosur dhe të vrarë nga dora serbe për shkak të aktivitetit të saj shumë dimensional. Por lufta do ta mobilizojë edhe më shumë Bashkësinë Islame dhe medresen. Kështu Bashkësia Islame e Kosovës do të jetë institucioni i parë që do të krijojë Këshillin e Emergjencës. Ky këshill për 2 vite luftë do të ndihmojë shtabet e UÇK-s, njerëzit e zhvendosur dhe do të përmbush të gjitha nevojat
që kërkon mobilizimi për luftë. E kush mund ta dëshmojë këtë më mirë se njerëzit që gjatë luftës bashkëpunuar drejt për drejt me medresen. Në Këshillin e Emergjencës fillimisht janë inkuadruar 21 subjekte që ishin në Kosovë e në fund kanë mbetur vetëm 3 subjekte. Ka mbetur Bashkimi i Sindikalëve të Pavarët të Kosovës, ka mbetur Kryqëziku i Kosovës dhe ka mbetur Lidhja e Gruas, e cila në atë kohë personifikohej me doktoreshën Flora Brovina. Nuk mund ta themi se kanë qenë të tjera subjekte, nuk mund të gjykoj se nuk kanë vepruar, por në takimet që i kemi marrë, ato nuk kanë qenë gatshëm të ndihmojnë. Rrugë tjera të tyne ne nuk i dim. Një subjekt që nuk në është ndohë gjithashtu është edhe medreseja e mesme Aladin në Prishtinë. Përfaqësuesi i saj drejtori Naim Tërnava. Bile, këtë po e përmend me qëllim se në momentet më kritike, kur ne nuk mund të siguronim mjete financiare prej Këshillit të Financimit, të se ne kemi pasur donator të përhershëm për të blerë mjetet që i kërkonte fronti, atëherë ne ato mjete i gjenem në medresen. Qoftë në formë të parave të gatshme, qoftë në gjëra ushqimore, qoftë në veshmbathje, qoftë edhe ndonjë kërkesë tjetër. Në këtë rast, e përmend vetëm furnizimin me barna që ne e kemi bërë nga Prishtina për Ushtrinë Shërbimtare të Kosovës. Një moment kur ne morëm informatën se në zonën e Qiqavicës nuk ishte barna, nuk ishte infuzion për ushtarët e plagosur, ne mbështetjen e kemi rritur në medrese. Duhet përmendim këtë rast shoferin e palodhshëm, veprimtarin e dalluar, shqiptarin e ndershëm, dyshëm dhe shumë trim, Kadri Dushin, i cili me kombin e tij më shumë se 115 herë ka furnizuar prej Prishtinës nevojat e ushtarëve, nevojat e Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës. Dhe këtë mungesë të barnave që ne e morëm përmes njerëzve që na e pronën informatën, e kemi plotësuar bashkë me Kadri Dushin barnet që ne ka dhënë medreseja e mesme Aladin Prishtinë. Me rastin e përcitjes së luftës Bernic, u pa udhës që të bëhet një qendër nga cilët do të ndihmohet popullata përkatësisht lufta. Atëherë u formua emergjenca, përkatësisht u formua logjistika qendrore e Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës në Prishtinë. Unë isha aty parit me një grup shokësh dhe nga i qast vëm kontaktet e para me Bashkinë Islame, me medresen dhe stafin e saj. Këto gjetëm njerëz më të gatshëm se kudo tjetër për një flim kolektiv për një mbështetje të qeshës së madhe kombëtare. Ishte një orë e madhe e historisë dhe njerëz tanë të Bashkisë Islame nuk e lëshuan nga dora qast dhe e kapën që ta ndihmojnë popullatën. Ndihma e tyre në bashkëpunim me neve ishte në 3 rrafshe. Do të thoya segmenti i parë, ta bënim strehimin e popullatës së zhvendosur për brenda qyteteve, në Prishtinë, Vuqitër dhe Mitrovica, dhanë të mira materiale dhe dhanë ndihmë në organizim. Segmenti i dytë shtrihet në zonën e luftës. Me të mirat e veta materiale, dha një kontribut qëndësor që ta ndihmojnë popullatën më në luftë, në zonë të luftës. Segmenti i tretë, që është edhe më qëndësor se gjithë të tjerë besoje, ishte që me kontributin e vetë bën hapën direkt të kontaktit me Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës. Tu i dhënë të mira materiale në qasët më të vështira të saj, si edhe mjete financiare. Do t'i përmeni vetëm dy shembuj konkret. Besoj se mbrana tyre do të përfshihen dhe gjitha aktivitetet tjera. Ishte koha kur lëvizjet e ushtrisë serbe e rrethonin me të madhe Drenicën. Ishte koha kur ushqimi ishte i nevojshëm dhe i domosdoshëm edhe për popullatën, edhe për ushtarët e Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës. Bashkia Islame në atë qast, pa hezitim, bleu 70.000 konzerva
të cilat i sollën në atë zonë dhe i shpërndan ushtrisë dhe popullit. Vetëm 3 ditë pas saj ka pas avancia. Do të thotë kjo për atë kohë shumë. Është një sekuencë tjetër nga kjo punë. Ishte një kërkesë nga zona e 5. Dohej që bëjmë rekuizita për ushtarët të cilët do të ushtrojnë në sektore speciale të ushtrisë ligjore të Kosovës. Në vitin rekuizita të sallës. Nuk gjenim litar, nuk gjenim munaza, nuk gjenim zinxhir. Edhe në Bashkinë Islame dhe zoti drejtori i shtëpisë them Tarnava pa nxitim hoqi të gjitha rekuizitat e sallës së veta dhe i solli në zonën e 5 për të ushtruar djem të ushtrisë ligjore të Kosovës. Të kesh punë dhe të punosh me medresenë dhe stafin dhe profesorët të cilët japin mësim dhe stafin udhëheqës të medresesë për mua ka qenë nder dhe privilegj. Dhe në veçanti duhet të ceku drejtorin zotin Naim Tarnava, i cili dhe i gjithë profesorët e tij në momentet më të vështira të popullit të Kosovës, por në kohën më të lavdishme të historisë së saj, në epokën, siç e quajnë, epokën e UÇK-s, ishin në ballë të saj. Prandaj ka qenë përkrahje morale, materiale dhe fizike e ushtrisë ligjore të Kosovës, medreseja. Ishte koha më e vështirë marsi i vitit 1998. Mbas ramjes heroike të familjes së Jasharit dhe komandantit legjendar Adem Jasharit, populli i Drenicës ishte shumë i hutuar, por e kishte mbështetje në madhe nga Prishtina. Dhe fillimisht ky institucion ishte i pari i cili e ndihmoi materialisht dhe fizikisht. Duhet ta ceki, në muajin mars të këtij viti, nga kjo medrese janë dërguar mbi 3000 kg mish. Por duhet ta ceki edhe një element tjetër, se ideja ka rrjedhur nga ky institucion. Veçse se fshatarët e Drenicës ishin të ngujuar nga policia dhe ushtria serbe, rrjedhi iniciativa që të blehen për mbi 100 e më shumë kurban që të shpërndahen popullatës së Drenicës dhe ushtrisë ligjore të Kosovës. Atë e bëri zoti Naim Tarnava me profesorët e tina. Dhe janë të gjithë drejtësasit i falenderohen këtij gjesti tepër madhështor të këtij institucioni. Duhet të cekë edhe një element shumë të rëndësishëm, sepse Drenica ishte në luftë, por ishte edhe tepër e varfër. Duhet të ceki që nga ky institucion u kompletua dhe u mobilua shtabi i ushtrisë ligjore të Kosovës në Likos, i cili të them të drejtën ishte tepër i zbrast dhe thua s'kishte asgjë. Prandaj, sallat për mbledhje, sallat e komandantit të ushtrisë ligjore të Kosovës zonës Drenicës u kompletuan me gjitha mjetet e nevojshme në Drenicë. Duhet ta ceki se në atë shtab u bë edhe mbledhja e Kristofor Hillit me shtabin e përgjithshëm të Kosovës që udhëheqë ushtrisë ligjore të Kosovës. Kristofor Hilli u ul në ato karrige ku ky institucion i kishte blerë. Dhe më vonë në ofenzivën e Gushtit nga forcat serbe, nga paramilitarët, ky shtab u djegj i tëri. Por ushtria ligjore e Kosovës megjithatë nuk u shua, sepse e kishte përkrahjen nga njerëzit të cilët edhe sot, edhe gjatë gjithë kohës së luftës e kanë përkrahur maksimalisht. Porosia qetnike serbe e vitit 1941 ku thuej: "Do jem shumë i lumtur kur Kosta të më jap urdhër. Atje në Kosovë nuk do të lëm asnjë plis për far, Llapi, Sitnica dhe Drini, për 2 muaj do të bartin koka shqiptarësh." U provua në vitin 1941-1949, në 1953-1956,
si dhe në luftën e fundit 1997-1999. Vetëm në vitet 1997-1999, Serbia rrafshoi me tokë 500 fshatra shqiptare, vrau mbi 20.000 shqiptarë, vrau 32 hoxhallar, rënoi 218 xhami, prej tyre xhami të shekullit 15, 17 xhami të shekullit 16 dhe 22 xhami të shekullit 17, dhe dëboi nga Kosova rreth 1 milion shqiptar. Këto të dhënat tregojnë karakterin e një spastrimi gjenocidial serb për të shbërë plisin dhe fen e këtij plisi. Por ishte një plis që kishte një fen islame, që dha shemullin e Osokukës në luftën e Kosharës. Jonuz Zenullahu, i lindur me 12 maj 1975 në Skufterët e Vitis, dikur gjylekar. E njihni këtë djalë, ka trashëguar emrin e babait të vet, Jonuz Zenullahu, nga se u lind 4 muaj pas rënjes së të atit. Ndoshta Kosova nuk do të rrisë më jetim, nëse veç nuk i duhen dëshmor. Jonuz Zenullahu në lufta e Kosovës se ktheu nga Damasku, ku studionte në vitin e dytë pasi kishte marruar medresen Alaudin në Prishtinë. Ka quen arme, ka qu njerëz vullnetar në për zonat luftës. Sa ka qunë nuk e di, sa arme ka dërzu nuk e di, me që ka qu. E tu ardhen ka 99, tu ju mushtu rrethi, tu përpërcu forcat sërboslave, paramilitare, që kur him në 99, në shkort një januar, a i ka qenën këtu, gjatë 99. Në fillim të marsit, aja dalë. Une nuk e kum ditë se ka dalë kushku. Përveç kur e lemeruen në televizionin satelitor Shqipnijës, me 6 maj, ora gjynë 7 mramje, Jonuz Zenullahu nga vitinja i hudhi 2 bume në bunker, edhe i likvidoj 5 snajperista serb, edhe vetë kësaj humbje. Televizioni satelitori Shqiptinës që t'jale ka vojtë. Une kom qëllu për afer televizionit këtu në shtëpi, e kom në dorën zemër, kom thonën, faleminderit si pas na pasi gjali, Zotin kënon gjenet me thonë. Ditën kritike, kur sërbobanditët na sulmun me prera, me topa, me tenka, neve kemi marrë një kundërsulm. Në atë kundërsulm ishte edhe hoxha jonë, si me thonë shahide apo heroj popullit, që jemi shpërnda edhe kemi zonë disa pozicione. Në ndërkohë, hoxha prej anës sonë që ishëm shtrehue prej prerave, tha se do të shkojmë nga ana e majt drejt bunkerave. Kurse unë me disa shok tjerë kemi marrën sulm në anën e kundërt. Dhe pak mas disa minutave kemi ndëgju në një bunker të cilin ka eksplodue, se aty ka pas me siguri edhe prera dhe s'ka po di unë, edhe mas pak të kanë qenë 5 si ustar sërb, të cilët kanë shku najrë. Mirë po, me shkallësin e ti, a i ka ditë mu largu edhe ka ardhë kretë në këtë rrugën ku ka qenën e minuar me për mina. Po Zotë ka dosh aty, a i nuk ka rrasë gjallë në dorë të armikut. Kurse neve kemi marrë sulm në anën e kundërt, kështu që në disa prej neve kemi shkatru edhe 2 bunkera tjerë të armikut. Vrasja e Jonuzit, i ka të rënditur si bashkëpunëtar,
Çka keni bërë ju që ta tërheqni kufomen apo ka ndaj në ditë aty dhe si ka qenë puna e tërheqjes së saj? Neve në atë moment nuk kemi mujt kurse si me tërheq Jonuzën sepse ka qenë një 100 metra larg neve, por disa bashkëluftarë tonë që kanë qenë mrapa neve, ata kanë arrit me marr Jonuzën. Por ai nuk ka dorëzu, ka thonë mos u mbani se unë s'kam kur gjë. Ashtu me 4 pluma në gjyk që i ka marrën, edhe gjakderet hatashme që ka pas, donte ish kurrestar tek se unë nuk s'kam kur gjë në jetën kam. Mirë po bashkëluftarët e kanë marrë edhe e kanë çu me lese deri te kërë pitrore apo si e thonë, pastaj e kanë dhënë dimën e shpejt në bazën tonë. Kosovën gjithnjë e ka menduar një shtet të pavarur. Gjithnjë atë kur e kena diskutuar me shoqëria apo mas shumë të bisedet i kena bon edhe ai në prezencën tonë. Gjithnjë ka pas këto mendime për Kosovën se gjithsesi do të jetë e pavarur. Krenohem që ka qenë ashtrim, mburrem me te, sepse pa kësi trimash edhe liria s'do të ketë arrit. Dhe natyrisht, pas gjithë këtyre fakteve që lidhen me çështjen kombëtare dhe islamin, ne e mësym të kryepari islami i Kosovës, zotnia Recep Boja. Bismillahirrahmanirrahim. Medresja Alauddin në Prishtinë është në mbikëqyrjen e kryesisë bashkisë islame, si institucion fetar, farsimor, edukativ, është pra si medrese e gjithë popullit tanë, ku përqindja dihet që janë të besimit islam, dhe ajo dha kontributin e vetë që u duhet ta jep si obligim ndaj vëllezërve të vet, duke fillu prej fillimit e largimit studentëve nga konviktet, kur i ka stërhuar medresja, qyse para 90-s, dhe tani prej 90-s e tutje, medresja ka qenë gjithherë në shërbimin e institucioneve tona që të cilat nuk kishin vend ku të takohen, ku të bëhen, ku të mbajnë takimet, mbledhjet, organizimet, po dashti Zoti ne kishim atë vend, atë objekt të bukur, i cili besojmë se ka dhënë kontributin e vet, ato që u duhet me dhënë, dhe ka qenë këtë drejtim 10 vjeçar, edhe udhëheqësia e medresës, ajo e cila ka bërë edhe punën e vetë, që do të thotë ka qenë medresja me dyrë të hapura për çdo aktivitet që ju ka duhet vendit tanë. Kjo ndihju edhe apo është marrë si obligim i bashkësisë, i kryesisë bashkisë islame me medrese që t'i dalim ndihem me ato që mund t'i dalim ndihem popullit tanë. Nga parimet fetare që njeriu është krijesë e Zotit me shtrejta, dhe ai duhet ta jep sendin e shtrejtë për sendin e shtrejtë. Do thotë duke mbrojtën veten, duke mbrojt pasurinë, duke mbrojt nderin, duke mbrojt po edhe atë dheu, detyrohet apo është i thirrur që ta jep edhe jetën për t'i mbrojtën këto. Duke nis nga kjo, shumë edhe prej imamëve, edhe prej medresantëve, do të thotë dhanë jetën e tyre sendin më të shtrejtin, dhe me këtë gradohen, edhe i quajmë na, si mbas mësimeve fetare, një kalim jete, sa që edhe vdekja e tyre ka qenë vdekje, na thotë në baza fetare, lakmim që t'ishin ringjallë edhe i herë me vdek, se çfarë kënaqësie kanë ndi ata gjatë dhanjes shpirtit. Lakmojnë që të kthehen edhe i herë në këtë jetë, që ta shijojnë edhe një herë atë kënaqësi, dhe ata në jetën shpirtërore jetojnë kënaqësi derisa të shpërblehen me sendin më të shtrejtin, si dëshmor në xhennet, në bazat fetare, atë që pastrohen, që na kemë si obligim ta pastrojmë gjenazën, por jetët ashtu si ka ndru jetë, dhe gjaku i tij në nesër
para gjithë njerëzve është si më i miri parfym që e quajmë na misk, për atë që del para masës dhe gjithë e ndinë atëherë të këndshëm e të mirë, për si shenjë meshtrajt e tij që dha jetën për Zotin Xheleshanu, dha jetën për Adon, për ta mbrojtën jetën, për ta mbrojtën nderin, për ta mbrojtën pasurinë. Orientimin në një mend kombëtar medreses, përveç të tjerëve ja dhan ish drejtorët Resul Regjepi e më pas Qazim Qazimi, por është intrigues një emër, i një personazhi që përvijohet gati te të gjithë bashkëbiseduesit tanë. Është fjala për zotin Naim Tërnava, drejtori i medreses Alaudin në Prishtinë. 40 vjeçari Naim Tërnava është baba i 2 vajzave dhe i një djali dhe bashkëshort i devotshëm. Vjen nga Lismiri i fushë Kosovës. Maron medresen në Prishtinë dhe universitetin më të vjetër në botë, Al-Azhar në Egjipt. Naim Tërnava është njohur si 3 gjuhë të huaja dhe autori 7 librave akadologjiko-filozofik të besimit islam, libra të cilat shfrytëzohen edhe në medreset e Shqipërisë. Në bisedë me ne, zoti Tërnava ngre një çështje pikante, ndikimin e fesë në rregullimin shtetëror. Populli shqiptar është populli vetëm me atë bosnjak që përqindja më e madhe tyre i takon besimit islam. Andaj edhe sundimi 50 vjeçar monist bëri që deri diku nga shqiptarët këtu në Kosovë, por edhe në Shqipëri, të shlyjë ndjenjen e besimit në Allahun dhe t'ju servohet atyre një ateizëm që nuk ishte prezent në shtetet të tjera në botë. Ne fatkeqësisht, edhe nëse veçohemi me diçka, fatkeqësisht të rast veçohet veçanti Shqipëria me si një shtet pra laik që është rasti i parë dhe i vetëm në botë. Por edhe politika e cila ishte në Shqipëri, por edhe këtu në Kosovë, bëri që të dobësohet ndjenja për fen, nga se luftohej feja nga të gjitha anët, pra nga radio, nga televizioni, nga shtypi përditshëm e tjera, dhe kështu deri diku bëri që njerëzit paksa të largohen në këtë periudhën moniste nga ndjenja e tyre e mirëfillt e besimit islam, por edhe të besimeve të tjera. Derisa populli i Kosovës këtu, në shumicë absolute, pra i takon besimit islam, dhe tash pas këtyre proceseve të quajmë demokratike edhe në Evropë, mirë po edhe në Kosovë, dhe pas tyne rrjedhave të përgjithshme politike në Kosovë, duhet ditur se feja pa tjetër duhet ketë vendin që e meriton. Derisa nuk ka fe në botë ku vërtet nga prijatarët e tyre politik nuk mirët edhe mendimi i tyre fetar, si në rastin kur vendoset diçka për shtetin, apo në përpilimin e ndonjë kushtetuute, apo në përpilimin e ndonjë ligji, apo diçka tjetër, besoj që edhe ne në Kosovë këtu duhet të jemi ata që të jemi vazhdimisht prezent në rrjedhat e përditshme të cilat ndodhin në Kosovë dhe në shoqërinë tonë të mbarë. Nuk është pra koha që ne të tregohemi se mund të bëjmë atë që se kemi bërë deri sot, mirë po është koha e prijatarëve politik që ata të kenë në hatër dhe të dinë se feja ka luan dhe të luaj një rol të rëndësishëm në shoqërinë tonë e përgjithshme kosovare, mirë po ndoshta edhe rolin vendimtar kur e lyp nevoja në vendosjen
e shumë gjërave të cilat kanë të bëjnë me popullin ton të Kosovës. Tashmë pas marimit të luftës, Medreseja Alaudin sikur frymon më lehtë. Ashtu si frymon më lehtë çdo pllëm e tokës së Kosovës së lirë. Ajo sikur i është kthyer vetvetes. Këtu sot marrin dije dhe edukat të shëndosh 700 nxënës të rregullt dhe 300 me korrespondencë, me 2 paralele të ndara, në Prizren dhe në Gjilan. Kjo medrese ka dërguar mbi 300 nxënës në për universitetet të botës: Stamboll, Kairo, Medinë, Amman, Kuala Lumpur, Islamabad, Riyadh, Damask, Tripoli, Londër, Sydney, Washington, etc. Medreseja e Prishtinës, post lëndëve të tjera, ka dhe 3 gjuhë: arabe, angleze dhe turke. Kushtet janë mjaft të mira se secili kemi nga një kompjuter këtu. Dhe mund të bëjmë mësimin më të mirë. Në mesin e nxënësve vendas takojmë edhe Fationin Ngafiri i Shqipërisë. Kushtet e medresesë janë tepër të mira, shumë të mira që nuk kanë në asnjë medrese në Shqipëri. Kurse Astrid Ceka nga Ulqini shprehet: faktorët që të vinë në medrese janë të shumta, por një nga ato ishin sepse kjo është një shkollë shumë e mirë dhe të cilën lavdërojnë shumë. Pastaj këtu rrim, ham, këtu banojmë. Nuk është ndonjë shkollë që mund të bredhësh rrugave, nuk të qet në rrugë, por vetëm në rrugë të drejtë. Kurse biblioteka e medresesë numëron mbi 2500 titull shkencor dhe fetar. Këto libra, kjo mund me datu prej më herët se 300 vite. Si keni arritur të grumbulloni këto materiale prezuljetre? Cila ka qenë metoda? Po zakonisht u kanë hoxhallar të vjetër, të shumë të hershëm. E shumë të hershëm kanë marrë dhe kanë pru në arkivin të medresës. Në medresen Alaudin në Prishtinë kujdes të veçantë kushtohet edhe shkollimit të femrës. Nisur nga imperativi kuranor, nuk ka dhunë në fe, ose si që thot Muhamedi alayhis salam, detyrimi i çdo muslimani është që të kërkojë shkencën para për 2 gjinit, apo si që thot Kurani, thuaj hulumtoje kozmosin dhe tokën, ose si që shpall Islami, gratë janë motra të burrave dhe se ato kanë të drejta e detyrime. Këtu aktualisht ndjekin mësimet 250 vajzat të rregullta. Interesimi i vajzave është vetëm në rritje sipër. Do me thonë, gjë kjo paralelja e vitit të parë, tash që e vjen mësimin, sillet rreth 42 vajza. Çdo gjë është në një nivel shumë të lartë. Ne do me thonë duke u mbështetur te Zoti se Zoti gjithmonë do të na ndihmoj për atë që ne kemi marrë këtë rrugë të Allahut që na ka obliguar për çdo musliman, jo vetëm neve. Dhe për fund, jo rastësisht, u kthehemi mesazheve të dashurve të 2 dëshmorëve që personifikojnë qindra mira të tjerë. Kisha dëshiru t'jem prej atyre të cilët dim me falenderu atë gjak që u derdh, dim me falenderu ata bi, ata vllazër e motra që shkun për këtë tokë dhe këtë popull, dim me falenderu ata miq që na ndihmun, dim me falenderu Allahun që na dha këtë shpërblim dhe dim t'i gëzojmë të fryte, të bashkohem, t'i qesëm anash urrëtiet, i natët, veset e këqija, t'i gjujmë. Të jemi të vetëdijshëm, e të jemi të bashkuar, e të hesmi përpara, e të ndërtojmë vendin tonë. Medreseja një hisë diell në qiellin e Kosovës.